Mirdita Erida dhe mirë se erdhe në intervistën tonë. Në fakt ne të kemi përzgjedhur dhe kemi kënaqësinë që të kemi mes nesh fal përvojave të shumta që ke patur. Ke qenë studente doktorature në Holland dhe më pas për rreth 14 vite ke punuar në mënyrë të vazhdueshme dhe ke udhëtuar në Kinë her pas here duke mbajtur marrëdhëniet Shqipëri-Kinë për arsye biznesi dhe së fundmi ke zgjedhur të kesh një përvojë pune po edhe të mësuari në Amerikë. Për këtë të fundit, për përvojën në SBA, çfarë të shtyu që në një moshë profesionale të rritur edhe me përvoja kaq shumë ndërkombëtare në Europë dhe në lindje, të zgjidhje pikërisht Shtetet e Bashkuara? Faleminderit, në radhë parë që më keni zgjedhur një nga ato pak vajza në pjesën e serialeve tuaja dhe gjithashtu shumë inkurajuese fakti që ju keni zgjedhur pikërisht të temë për vajzat që kanë patur një eksperiencë jashtë dhe janë kthyer. Faleminderit për hapësirën që po më lejoni. Arsye pse unë zgjodha Amerikën ishte për arsye sepse në mënyrë për shumë vite unë, siç edhe juve e shpjeguat, kam qenë luftëtare e këtyre eksperiencave në zonën e Azisë dhe për mua ishte kjo kurreshtja profesionale, do isha po aq zonja, saç kam qenë në këto vite në Azi dhe në pjesën Go West, pra në Amerikë. Dhe kjo kurreshtje më bëri të zgjidhja një mënyrë të tillë që të shkoja në Universitetin e Arizonës dhe edhe kur shkova në Universitetin e Arizonës zgjodha pikërisht një departament i cili ishte shumë afër bizneseve, ishte Departamenti i Inovacionit, që quhet Qendra e Inovacionit në Universitetin e Arizonës, dhe kjo eksperiencë më bëri të kuptoja atë, ose të paktën të arrija qëllimin kryesor për të cilin vajta, të isha sa më afër dhe bizneseve. Si ndryshoi imazhi jot për Amerikën nga imazhi i ëndrrës amerikane, Go West, filmave të ndryshëm apo historive në përvojën reale kur shkove atje? Shumë bukur e the, Go West është vërtet tashmë që unë e preka Amerikën, mund të them që është vërtet në pjesë e filmave. Pra filmat amerikanë janë vërtet ato që themi prallat, sepse realiteti nuk është aq ngjashëm sa me filmat. Realisht, kur kontakti im me Amerikën më lejoi të kuptoja, gjithmonë do flas nga ana profesionale, ose kur edhe doja të sqaroj një moment të vogël, mund të hapja klapa. Kur flasim për Amerikë, nuk mund ta identifikoj vetëm me Arizonën. Doja edhe këtë ta shpjegoja pak, sepse Amerika është e përbërur prej shumë shtetesh, të cilat kanë qoftë legjislacionin, qoftë edhe karakterin e tyre në mënyrën e të jetuarit, ashtu edhe të punuarit. Dhe si e tillë mund do marr pak kompetencë në flas për Arizonën, për aq muaj sa unë ndonja një vit pothuajse akademik që ndonja në Universitetin e Arizonës dhe kur të flas nuk dua përfaqësoj gjithë Amerikën. E vërteta është që ëndra amerikane në rastin konkret në Amerikë ishte që unë kuptova një gjë. Gjithmonë themi që është meritokracia, është një vend që është meritokracia e dukshme. Nuk është se shumë larg, por megjithatë është pak një sistem shumë i kombinuar me networkun. Kjo ishte pika e parë që unë kuptova dhe për mua doja shumë që ta theksoja. Sado që juve mund të keni një zhvillim akademik apo profesional, pa networkun e dur, e cili duhet të ushqyhet në mënyrë të vazhdueshme, nuk mund të eci përpara. Dhe si kur u ktheve në Shqipëri, si e aplikove ose e riaplikove këtë parimin e networkut, ti edhe themeluesja e WeWomen, një rrjet për mbështetjen e grave, ke arritur të mbash lidhje me kontakte në Amerikë apo të japësh një kontribut në pjesën e rrjetit apo dhe si arkitekte kur je kthyer në Shqipëri? Në Amerikë është shumë e aplikueshme, qoftë në akademi, qoftë edhe në pjesën e punës, pikërisht ky është këmbimi ose mund të themi debati i mendimeve, i mendimit analitik dhe sidomos e bazuar me fakte, të cilat në fund të ditës secili prej neve ishte përgjegjës për atë çfarë thoshin dhe atë çfarë mbronin. Kjo më dha mua, është çfarë mora me vete nga pas, kjo më dha mua të kisha atë vetbesim që përveç se të kisha më guximin për të argumentuar mendimin tim, por të kisha edhe guximin për të dalë, mund të themi, përpara me shumë vetbesim. Dhe këtë gjë unë e demonstrova edhe te pjesa e WeWomen, e cila ka qenë edhe përpara se të shkojë në Amerikë, por tashmë akoma dhe më fort. Prandaj mendoj që kjo është një nga mesazhet që unë mundohem, ose kjo energji që mundohem ta shpjegoj ose ta shpëdaj me vajzat e WeWomen dhe pikërisht ky themi prezantim që unë i bëra në mënyrë shumë të fuqishme WeWomen në Amerikë, më bëri që të kontaktohesha me vajza të ndryshme në Amerikë. Dhe pasi u ktheva nga Amerika, vendosëm, vazhduam të kishim kontakt dhe kështu ndodhi, jo më lart se sa vjet, ne grupi i vajzave që unë kisha kontaktuar në Amerikë, na kthyen, mund të themi, vizitën dhe bërëm një takim shumë simpatik edhe me WeWomen, me vajza nga WeWomen dhe me vajzat nga grupi i asociuar në Tiranë. Pra erdhën nga Amerika në Tiranë. Ato kishin një tur Kosovë dhe Tiranë, por ishte një mendim që ja kisha shtirë në mendje që kur isha unë në Amerikë. Okej, në fakt të gjitha vajzat që kemi intervistuar po jemi të
të sigurt që dhe për te intervistave patjetër vazhdojnë të kontribuojnë dhe duke qenë ende jashtë për imazhin e Shqipërisë. Po të shkojmë pak te pjesa personale, emocionale, sepse 8 orë ose edhe 12 orë në ditë ja kushtojmë punës, kur shkojmë për një mision të caktuar akademik apo profesional, po si ishte pjesa e përshtatjes emocionale, ndërveprimi njerëzor, pati ndonjë shok kulturor, pati ndonjë ndryshim në etikën e punës, komunikimi, limitet që mund të kishin, si ishte kjo pjesë e përshtatjes ndërpersonale? Kjo pyetje më bën të mendoj që po, kam patur disa, mund të themi, jo sfida, ose mund të themi pjesë e sfidës e saj diskriminimeve. Pjesat e sfidës ishte që vërtet të kuptoje kulturën, dhe unë nisa pak më përpara duke thënë që duhet ishte gjithmonë veten me një vetë motivim. Pra, kishte shumë arsye që gjatë rrugës ti ta lëshoje fijen. Prandaj duhet që të kishe një vetë motivim në mënyrë të vazhdueshme. Duhet që të ushqeje patjetër networku në mënyrë të vazhdueshme. Dhe kjo më bëri që unë ta kuptoja vetëm muajt e fundit, domethënë, ose mund të themi nxorja një konkluzion vetëm muajt e fundit, që kisha arritur të isha e suksesshme edhe në Amerikë, fal këtyre hapave që kisha ndjekur. E vërteta është që shoku i parë që mësova për veten time personalisht ishte mund të themi jeta, sepse çdo gjë ishte lidhur rreth kartës së kreditit, e cila për neve nuk është aq jetësore. Duhet patjetër të kishe një rjetëzim edhe për të gjetur një banesë, por kjo pjesë u rikuperua në muajin e parë. Për sa i përket hapësirës profesionale, patjetër që nuk është e lehtë, sepse e para gjë vjen nga një paragjykim që vjen nga një shtet i vogël që deri diku se din as emrin, dhe mendojnë që nga ana profesionale nuk do të kishe të njëjtat arritje me ata. Gjë që ndodhi që ishim deri diku sa ata dhe ndoshta edhe më mirë, sepse produkti që nxorëm në fund kur mbaruam misionin projektin ishte një produkt të vërtet shumë kreativ, të cilën unë kisha fituar me eksperiencën time në shumë vite me Azin. Megjithatë, në fund mund të themi që pikërisht ky shok që shok nëse e thash pjesën e shokut në thonjza, më bëri që unë të reflektoja dhe më bëri të kuptoja që pikërisht kjo mënyra individuale të punuarit në Amerikë nuk është gjithmonë e keqe, por prej saj ti mund të fitosh dhe mund të ndërtosh. Dhe unë e mora me vete edhe këtë pjesë. A patë ndonjë moment vetmie që doje të ktheheshe, apo që mendove se kishe bërë vendimin e gabuar, ndonjë moment diskriminimi, paragjykimi, mosnjohje? E vërteta është që asnjëherë nuk mendova se bëra veprimin e gabuar. Po, kishte momente ose sfida që duhet t'tregoja që isha vajzë nga Shqipëria, pra se kisha marrë përsipër një pjesë të madhe që duhet të demonstroja që si vajzë nga Shqipëria duhet isha e zonja, që duhet të tregoja gjithmonë më të mirën, që duhet punoja dy fishin që të na shikonin, të na kuptonin. Realisht ishte pashmangshme, tani që po e mendoj, unë po të shkoj përsëri do kisha bërë të njëjtën gjë, pra po të shkoj në një hapësirë të re do bëj të njëjtën gjë për t'ju treguar që jemi me po ato arritje. Dhe mendoj kjo ka qenë vetëm një moment sfrucimi, mund të them, por jo më tepër se kaq. Një nga qëllimet e projektit dhe fushatës që ne do të lançojmë nëpërmjet këtyre intervistave është edhe fakti që të rinjt, jo vetëm vajzat, po dhe djemt nga Shqipëria, në momentin që emigrojnë të marrin vendime të mirë informuara, të mos bazohen vetëm te anekdotat, dhe ne do të shoqërojmë të gjitha intervistat dhe me një paketë informuese me lidhje të ndryshme websajte se si mund të emigrojnë në këto shtete në mënyrë të ligjshme, duke patur pasaportë shqiptare dhe një set dokumentacioni. Në këtë kuadër unë doja të pyesja, a ka ndonjë mit apo ndonjë këshill rreth ëndrrës amerikane që do doje t'ja u servirje të rinjve që duan dhe po synojnë të shkojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për studim apo për punësim? Po, shumë e vërtet që ka shumë rrugë dhe madje do të jesh shqiptar që të jesh eligible, do të jesh i lishëm për të aplikuar, që kështu ka shumë rrugë fantastike në mënyrë jo vetëm nga ana pedagogjike, por edhe nga ana e punës, shkëmbimeve të ndryshme pune, dhe unë faleminderit që ti e ke sjellë në fokus të projektit, sepse është vërtet shumë e rëndësishme. Të shkosh në Amerikë besoj se është e njëjta metodologji do thosha se të shkosh në çdo lloj vendi që je jashtë vendit tënd që je pak më komod. Duhet patjetër të bësh shumë kërkim. Unë këtë mendoj që pavarësisht që programi që unë kisha ishte program që ti përgatiste të gjithë terreni, mund të themi, por prap duhet të bësh kërkim, ku shkon, kulturën e vendit, deri çfarë han, deri se si mënyrë se si mendojnë, nëse tashmë fal internetit ke shumë informacione. Mendoj se kjo është gjë e parë. E dyta është që sado që unë
edhe për këto kërkova, siç thash, atë shoku se si duhet të gjeja që duhet kisha pikërisht një referencë për të gjetur banesë apo gjithçka lidhje rreth kartës së kreditit, që po i përmend përsëri si dy shokur fillestaqi pësova në muajin e parë. Mendoj që këto janë momente që ti do të gjesh në rrugëtimin tënd. Nuk do jesh gjithmonë i përgatitur, ama do të jesh shumë i lexuar se çfarë do gjesh. Prandaj këtu mendoj që pjesa e parë e disfatave eliminohet që nga mirëinformimi që ju do bëni. E dyta gjë që të lidhet me Amerikën përsëri, mendohet gjithmonë që në Amerikë është mjafton erdha. Nuk është e tillë. Do të thonë mjafton të marrësh atë një kohë anijen, ishe me muaj të tërë në oqean, dhe tani mbërrita në Amerikë, kështu na tregojnë dhe filmat, dhe çdo gjë bëhet më e bukur, hapen bizneset, se si hapen të stihet. Megjithatë, unë këto t'i thosha edhe të rinjve që pavarësisht që ju arrini në Amerikë, keni këto lloj metodash për të arritur në Amerikë, duhet të vazhdoni të këmbgulni, qoftë në eksperiencën tuaj të vazhdoni të punoni, qoftë në të kërkoni më tepër nga vetja juaj, të vendoseni sa më shpejt në rrjetëzim, qoftë jeni student, takime studentë të tjerë, takime profesorë, të mos lini qoftë partin, qoftë edhe takime akademike që mund të bëhen, të cilat do të japin ty në një farë mënyre rrjetëzim ose informim të pashmangshëm. E treta që do doja të thosha në mënyrë të vazhdueshme është që duhet gjithmonë të kualifikohesh, pra duhet gjithmonë që edhe këtë mundësi që mund të japë në rastin konkret Amerika, ka mundësira të tjera që do t'i gjesh në atë vend. Prandaj unë do të rekomandoja që të rinjt të mos mjaftohen thjesht fakti që vajten në Amerikë, apo thjesht fakti që kanë arritur diçka në Shqipëri, se jam shumë e sigurt që do shkojnë ata që janë shumë të mirë, por dhe atje që shkojnë të gjejnë se ka mundësira, po mundësira nuk t'i jep asnjëri në ta, duhet t'i gërmosh. Shpeshherë vetë sistemi është ndërtuar në mënyrë të tillë që të refuzoj, mund të themi shumë këndshëm, sepse këtë gjë ka të bukur dhe Amerika, të refuzon shumë këndshëm, por ti duhet të vazhdosh të këmbgulësh. Dhe kjo ndodhi dhe mua realisht në Amerikë, që u kualifikova në disa lloj programesh, fal kësaj lloj këmbguljesh. Pra ka mundësira, por as s'ti jep me tabakari. Faleminderit Erida që ndave me ne dy gjëra kryesore, përballjen dhe para përgatitjen sa do të mundesh me shokun kulturor dhe kualifikimin e vazhdueshëm për të ecur sa më parë dhe për të qenë konkurrens në tregje globale që janë patjetër më sfidues dhe më të larmishëm se sa tregu në Shqipëri. Faleminderit. Faleminderit juve.